Qartë qëndrimi. Zyluftar, çfarë pret të ndodhë nesër në kuvend? Në kuvend edhe jashtë? Asnjë surprizë. As në kuvend, as jashtë. Në kuvend do të argumentohet vendimi që e tha Edi Rama para 2 ditësh, pra që nuk do të hiqet mandati, imuniteti zonjës Balluku. Shqiptarët e dëgjuan këtë vendim të mazhorancës, ka votat, si thatë ju, për ta rrëzuar kërkesën e SPAK-ut. Jashtë parlamentit do mblidhet opozita, do protestoj, që është në vazhdën e protestave që ka bërë së fundmi, por edhe kjo nuk përfaqëson ndonjë surprizë, si thua, se nuk do ndryshojë asgjë. Ajo që pritet, surpriza mund të jetë nga ndërkombëtarët, nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që për fatin e keq të atyre që presin reagim, mundet të mos vijë, sepse ka çështje të tjera më madhore, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ndërsa Bashkimi Evropian duket... Po, ne kemi një ambasadë e cila merret vetëm me gjithsesi, ka një të dërguar me punë që merret posaçërisht vetëm me çështjet e Shqipërisë. Nëse ka diçka për të reaguar... Ka bërë një reagim ambasada, sot, ka deklaruar që ndërhyrja sistemin e drejtësisë dhe në rrezik marrëdhënien me shtetin tonë. Ka kushtuar marrëdhënien e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të qartë janë. Kur themi reagim, varet nga... Me raketa nuk do t'i gjuhim ta. Varet nga ashpërsia e reagimit, nga forma e reagimit, nga mënyra e reagimit, është tjetër gjë deklaratat publike të cilat shprehin mos pëlqimin e tyre për këtë gjest, dhe është tjetër gjë kushti që mund t'i vënë në rrugë të tjera kryeministrit e tjera. Ndërsa Bashkimi Evropian sot dha një sinjal që nuk është se ndikon shumë ky rast për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mos harrojmë që javën e kaluar kanë qenë të gjithë përfaqësuesit e institucioneve të drejtësisë në Bruksel për të raportuar, dhe duket sikur nuk është se e kanë futur si një rast që mund të ndryshojë raportet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Personalisht kam pasur një pritshmëri tjetër që do të ishin pak më të fortë në reagim, por si duket. Po, e qartë. Armand, nuk do të ketë surpriza as brenda as jashtë, thotë kolegu Bregu. Ndërkohë që a do duhet të kishte një intensifikim të aksionit opozitar, ndoshta dhe një radikalizim të tij, në rast se nesër nuk miratohet kërkesa që ka bërë SPAK-u? Radikalizim në sens. Ka nuk marrin pushkën, se çfarë do bëjnë tjetër. Jo, radikalizim, sepse shpeshherë kanë folur deputetët e opozitës për ngujim në kuvend, për një rezistencë më të madhe se sa një protest 2 apo 3 orëshe? Ndoshta ngujimi në kuvend mund të ishte një zgjidhje, por unë prap nuk besoj se zgjidh gjë. Pra, domethënë, ne sepse përballë ne nuk kemi qeveri, ne kemi grup banditësh. Që kanë uzurpuar gjithçka. Pra, ti bëj ç'të duash këtë vend, domethënë, ai bën sikur s'dëgjon. Urdhëron dhe deputetët vet mos flasin, domethënë që është hera e parë që kisha parë kryeministrit që i thoshte deputetëve vetë qepeni. Publikisht, domethënë është gjë më e rëndë që mund t'i ndodhi një parlamentar, unë sepse marr vesh çfarë bëjnë ata në parlament. Qofse edhe fjalën ja komandon kryeministri, qepeni. Ç'është kjo? Pra, në këtë sens mendoj unë, në këtë prizëm, edhe nëse radikalizon opozita, ai funi se ka problem fare mos ta mbledhë hiç parlamentin.